Nuk kam shtypim përgatit, thjesht është një histori e parë që kemi parë për shumë vite se çfarë ndodh në zakonisht në ndeshjet e Juventusit. Në momentin që për të njëjtën prekje të lehtë ndaj të Bastonit, ndaj lojtarit kundërshtar, jepet faull dhe ndeshja barazohet 3-3, atëherë në njëjta gjë që ndodhet te rasti i golit 4, ku ka thënë Turam me godet na pas këmbë dhe ja fut me shpull Joan Angebonit. Ishte një ndeshje që Interi dominoi në mendimin tim. Juventusi ishte thjesht 4 gjuajtje në port, 4 gola, Someri mosha bën të vetën. Edhe Kivu bëri gabimet e veta, por nuk mund ta fajsoj Kivun dhe nuk është se mund të pres ai shumë gjëra nga Kivu këtë sezon, pavarësisht se unë jam optimist dhe them që Interi këtë vit e shoh kampion Italie, vend të dytë shoh Milanin, vend të tretë Juve, vend të katërt Romën. Shif golin e parë. Askush nuk shkon ke Çalhanoğlu. Është Tudor Ball, taliteti i një trajneri që lufton për mbi etesë, jo për titull. Mua si ndeshje të them të drejtën se kanë krahasuar me Premier League, vetëm me Premier League nuk kishte lidhje. Premier League u shef një ndeshje 4-3 i ketë të dyja ekipet që sulmojnë nga minuta e parë në të fundit. Nuk shef ekip që bën gol, çon 11 veta në zonë dhe pret, i lë gjithë fushën kundërshtarit, pson gol, tash golat ishin të bukur.